gara nuk është për ata që e fillojnë, po për ata që e përfundojnë. Dhe është një garë që jo shumë veta dhe jo shumë besimtarë sot e kuptojnë. Gara e një besimtari nuk ka të bëjë se sa i zgjuar është, nuk ka të bëjë se sa deturi ka ose sa aftësi ka. Jo, gara e besimtarit është se sa i bindur është për atë që i beson. Kur themi bindur, që çfarëdo lloj situate që mund të ndodhi në jetën e tij, ai nuk e mohon besimin e tij, po përballet me gigantin, përballet me sfidat, përballet me urrëtie. Besimi që jeton atë, fjala që jeton atë, urtësia e Zotit që jeton atë, çfarë bën? E mund botën. Kjo është gara që ka një besimtar sot. Nuk është garë që të bredhi me vrat, po është garë frymore. Kto janë gjërat që shumë njerëz sot nuk i kuptojnë. Hiri është i dhënë për gjithë ata që kanë etje dhe për gjithë ata që duan vërtet të ecin në këtë jetë me bindje, me përkushtim, me dashuri, me përulje, që të arrijmë ku? Në përjetësi. Amen.